Filmi Buka dhe turpi me regji nga Ben Apolloni dhe skenar nga Aga Apolloni u shfaq për herë të parë në Prishtinë. Ky film i metrazhi të shkurtër është realizuar në një kuadër të vetëm. Gjatë një darke të zakonshme familjare, fshehtësitë fillojnë të dalin në dritë, ndërsa traumat e një populli zbulohen gradualisht. Personazhet qëndrojnë pa emër, duke theksuar fokusin te përvojat dhe emocionet njerëzore, më shumë se sa identiteti individual. Historia e një gruaje gjatë luftës shërben si katalizator që nxjerr në pa dhimbjet dhe traumat e fshehura të personazheve të tjerë, duke treguar se pasojat e dhimbjes dhe paragjykimit nuk shuhen me kalimin e viteve. Personazhet pa emra ndajnë histori të ngjashme, duke treguar pasojat e traumës dhe paragjykimit që mbjetojnë edhe pas shumë kohësh. Motra përpiqet të mbrojë të vërtetën e saj, nëna përpiqet të ruajë unitetin e familjes dhe një moment kyç është kur gruaja bën valixhen gati të largohet. Producenti Ben Apolloni tha se ideja ka lindur kur e ka lexuar veprën e vëllaut të tij, Aga Apolloni. Këtë film e kam realizu pasi kam lexu, në të vërtetë ideja për këtë film ka ardhur pasi kam lexu dorëshkrimin e romanit Kësërkuqja prallë për të rritur, po bësha gati me apliku në QKK me një skenar tjetër të shkurtër. Kur Agu ma dërgoi romanin e lexova, ky kapitull më pëlqeu veçanërisht, shumë dramatik, shumë tension, edhe që në momentin e parë, që në leximin e parë e pash si një kuadër. Edhe vendosa që këtë fragment ta bëjmë skenar dhe ta çojmë në qendrën kinematografike, në konkursin që ishte i hapur. Aty u përkrah si projekt dhe ne në vitin 2024, në janar 2024 e kemi xhiru. Mandej ka marrë shumë kohë puna me audion, me ngjyra, se për ndryshe montazh nuk ka, domethënë është film pa montazh. Po procesi i realizimit ka qenë goxha i vështirë sepse është pa shkëput 14 minuta në kushtet që punojmë ne, në mundësitë që kemi ne, është shumë sfiduese. Po mendoj që tash unë kam problem me thënë cili është mesazhi i një filmi, se më duket sikur e zvoglon krejtat idenë e një filmi. Po besoj dhe shpresoj që publiku ta përjetojë dramën që kanë këto personazhe. Aktorët Astrid Kabashi e Fatlume Bunjaku shprehen se gjithmonë ndihen mirë kur marrin pjesë në projekte të mira dhe shpresojnë që publiku e ka pritur mirë. Çdo film nina mirë, sidomos kur ka një histori të mirë, kur kemi një regjisor të mirë dhe një cast mirë, që patë edhe ju vetë. Kumrien, Fatlumen edhe Auritën, nuk është hera parë që luaj me to, gjithmonë një mirë në këto projekte. Po kemi mbajt prova, sepse që patë edhe vetë filmi është i xhiru me një kuadër, shpesh një gabim i vogël, duhet me përsërit gjithçka prej fillimit. Po kemi pas prova paraprake, kemi pas biseda, analiza bashkë me regjisorin Benin, po gjithçka ka shku mirë. Gjithmonë, po thëmë, është e mundimshme kur është në një kadër, mirë që s'ka qenë ma gjatë, po ka qenë 10 minuta, se me pas qenë ma gjatë, normal na jemi aktorë dhe jemi profesionistë dhe bëjmë punën tonë. Filmi është xhiru pothuajse gati para 2 viteve, tash janar bëhen 2 vite domethënë. Ka qenë një skenar mjaft kompleks, edhe një tregim mjaft i ndjeshëm, po e kemi përgadit, kemi qenë bashkë krejt si ekip, kemi punu bashkë edhe tash nuk e di sonte, po më duket që publiku e priti mirë, nuk e di ndoshta ma shumë edhe ma mirë është me i pyet publikun, po për neve ka qenë proces i mirë, domethënë. Sa do që storia ka qenë shumë e ndjeshme. A di se gjithmonë kur të mundosh për me dhanë ma të mirën, dalin sfidat. Deshte, ka sfidat gjithmonë, po falë ekipit mirë, po mendoj jo vetëm aktorëve, po gjithë ekipit mirë, dhe me thonë, edhe neve që ishim si aktor, po edhe mbrapa kamerave, edhe Beni, producentja, kështu që ka qenë një ekip i mirë, si që tha dhe producentja, kemi punu me shumë dashni këtë film, kështu që nuk e di tash qysh ka dalë, nuk e di qysh e keni prit, po ne jemi mundu me dhonë maksimumin tonë. Kurse ky ishte projekti i parë i Adelina Halitjahës si producente. Kjo është filmi jam i parë si producente, krejt të lidha ka shku tepër mirë, se kom pas një ekip fantastike. Unë jam shumë e lumtur që ata kanë besu në mu, që kanë bashkëpunu e mu.
në rrugtimin tem si producente për herë të parë. Gjithçka ka shku mirë sepse krejt ekipa është profesionale. Procesi ka qenë shumë i thjeshtë, secili ka pas punën e vet, detyrat e veta, nuk kemi pas hiç probleme. Loja ka qenë e mirë, e thjeshtë, aktorët shumë të përgatitën, kështu që për mua puna ka qenë shumë e thjeshtë për shkak se ekipa ka qenë shumë profesionale. Sfida keni pas Kisha me thonë që sfida vetëm ka qenë pak ftoftë, kështu që diçka tjetër jo. Këtë film e priti mirë edhe publiku. Filmi jashtëzakonshëm, edhe pse është filmi i shkurt, atë kështu. Mirë po është me domethënie shumë të fortë, edhe mjaft edhe më shumë. Njerëzit të cilët e shikojnë, atëherë skenarën duhet me vazhdu vetë në imagjinat. Mu më pëlqej shumë, pa montazhe ndarje, bashkë mirë edhe aktorët shumë bashkë muj me lavdue shumë Kumrije Hoxhën, edhe rolin kryesor Astrid Kabashën. I një edhe kështu më parë e juroj sukses edhe në të ardhmen, sidomos muj me thonë fjalë të mira edhe për autorin, skenarin, domethënë Aga Apollonin, edhe regjisorin e njohur tash Ben Apollonin. Bazuar në një kapitull të romanit Kësulkuqja prall për të rritur nga Aga Apolloni dhe realizuar me mbështetjen e Qendrës Kinematografike të Kosovës, Buka dhe Turpi shqyrton se si traumat e të kaluarës dëpërtojnë jetën e përditshme dhe në marrëdhëniet familjare.